Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në kanalin ton. Sot do të zbulojmë së bashku çfarë na rezervon java për çdo shenjë horoskopi, me këshilla të dobishme për t'i përballuar sfidat dhe për t'i shfrytëzuar mundësitë. Gjithashtu, do t'ju tregoj rituale të veçanta që do t'ju ndihmojnë të harmonizoni energjitë dhe të tërhiqni fatin e mirë në jetën tuaj. Shëndroni me ne për një udhëtim magjik drejt yjeve. Dashi 21 mars 19 prill. Kjo javë ju fton të merrni iniciativë, veçanërisht në punë dhe projekte personale. Yjet ju mbështesin për të bërë ndryshime të rëndësishme që do të ndikojnë pozitivisht në të ardhmen tuaj. Kujdes me nxitimin në marrëdhënie, sidomos në dashuri. Komunikimi i sinqert do të jetë çelësi. Në planin financiar, shmangni shpenzimet impulsive dhe mendohuni mirë para çdo investimi. Demi 20 prill 20 maj. Përqendrohuni në stabilitetin dhe organizimin e jetës tuaj. Kjo është një javë e mirë për të rregulluar gjërat që kanë mbetur pezull. Në marrëdhëniet personale, durimi dhe mirëkuptimi do të jenë shumë të rëndësishme. Në financa, kujdes me shpenzimet e panevojshme dhe përpishuni të kurseni. Shëndeti kërkon vëmendje ndaj rutinës suaj të përditshme, veçanërisht ushqimit dhe gjumit. Binjakët 21 maj 20 qershor. Komunikimi do të jetë në fokus gjatë kësaj jave, por mund të ketë edhe disa keqkuptime, prandaj jini të kujdesshëm me fjalët. Kjo periudhë është e përshtatshme për të mësuar dhe për të rritur personalisht. Në dashuri, mos e teproni me pritshmëritë dhe jini më tolerant. Në punë, durimi do t'ju sjellë rezultate pozitive, edhe pse sfidat nuk do mungojnë. Gaforia 21 qershor 22 korrik. Emocionet do të jenë intensive gjatë kësaj jave. Fokusohuni në familje dhe marrëdhëniet personale, sepse do të keni mundësi për të zgjidhur konflikte të vjetra. Kujdesuni për shëndetin tuaj emocional dhe fizik. Mos i neglizhoni pushimet dhe kohën për veten. Financat do të kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, sidomos nëse keni detyrime të mëdha. Luani 23 korrik 22 gusht. Karizma dhe energjia juaj janë në kulmin e tyre, duke ju bërë të spikatur në ambiente sociale dhe profesionale. Kjo është një periudhë ideale për të ndërtuar lidhje të reja dhe për të marrë iniciativa. Në dashuri, tregohuni të sinqert dhe shmangni dramën e panevojshme. Kujdesuni për stresin dhe mos harroni të relaksoheni. Virgjëresha 23 gusht 22 shtator. Kjo javë ju fton të përqendroheni në detajet e punës dhe të përmirësoni rutinën tuaj. Nuk është momenti për nxitim, por për organizim dhe planifikim të kujdesshëm. Në marrëdhënie, shmangni kritikat e tepruara dhe përpishuni të shihni anën pozitive të situatave. Financat kërkojnë disiplinë dhe planifikim afatgjat. Peshorja 23 shtator 22 tetor. Mund të ketë mundësi për të harmonizuar marrëdhëniet dhe për të rregulluar situata të pazgjidhura. Është koha të jeni të hapur ndaj bashkëpunimit dhe kompromisit. Financat kërkojnë kujdes të veçantë, sidomos në shpenzimet e mëdha. Në dashuri, tregoni më shumë vëmendje dhe përkushtim. Akrepi 23 tetor 21 nëntor. Kjo javë sjell një energji të fuqishme për transformim personal. Mos keni frikë të lini pas zakonet dhe marrëdhëniet që nuk ju shërbejnë më. Në dashuri, komunikimi i hapur dhe i sinqert do të thellojë lidhjen. Kujdesuni për shëndetin dhe përkushtohuni më shumë vetëdijes emocionale. Shigjetari 22 nëntor 21 dhjetor. Energjia juaj pozitive ju lejon të filloni projekte të reja dhe të zgjidhni çështje të prapambetura. Përdorni këtë periudhë për të eksploruar mundësi të ndryshme dhe për të zgjeruar horizontin tuaj. Në dashuri, tregoni durim dhe hapni zemrën për eksperienca të reja. Britsjapi 22 dhjetor 19 janar. Kjo javë kërkon fokus në qëllimet afatgjata dhe disiplinë në veprime. Pengesat e vogla nuk duhet ju ndalojnë, vazhdoni me vendosmëri. Në marrëdhënie, përpishuni të jeni më fleksibël dhe të kuptoni nevojat e partnerit tuaj për të forcuar lidhjen. Ujori 20 janar 18 shkurt. Kjo periudhë sjell frymëzim dhe kreativitet. Shfrytëzojeni energjinë për të bërë ndryshime pozitive në jetën tuaj, veçanërisht në fusha që lidhen me punën dhe marrëdhëniet sociale. Në dashuri, jini të hapur për aventura dhe eksperienca të reja, por edhe të vëmendshëm ndaj ndjenjave të partnerit. Peshqit 19 shkurt 20 mars. Është një javë e mirë për reflektim dhe ndjekje të intuitës suaj. Kujdesuni për mirëqenien emocionale duke bërë aktivitete që ju sjellin qetësi dhe gëzim. Në dashuri, tregohuni të sinqert dhe të kuptueshëm, duke forcuar lidhjen me partnerin. Tani disa rituale që mund t'i praktikoj secila shenjë gjatë javës 16-22 qershor 2025 për të përforcuar energjitë pozitive dhe për të përfituar më shumë nga kjo periudhë. Dashi. Rituali.
Çdo mëngjes ndez një qiri të kuq dhe thuaj me zë të lartë qëllimet dhe dëshirat që ke për ditën. Ky ritual do të rrisë fokusin dhe energjinë për të vepruar me vendosmëri. Demi. Rituali: përgatit një çaj nga lule relaksuese si kamomili ose hithra dhe pi atë në heshtje, duke marrë frymë thellë dhe duke falënderuar për atë që ke. Ky ritual do të ndihmojë në qetësimin e mendjes dhe balancimin e emocioneve. Binjakt. Rituali: shkruaj në një fletë letre 3 gjëra që dëshiron të mësosh ose përmirësosh këtë javë. Mbyll fletën dhe ruaje pranë shtratit për t'i rikujtuar çdo ditë. Gaforia. Rituali: shpërndaje dashurinë në familje duke përgatitur një darkë të veçantë për njerëzit që do. Ndis qirinin në tryez dhe përqendrohu në ndjenjat e falënderimit. Luani. Rituali: në mbrëmje, shkruaj një listë të arritjeve dhe gjërave për të cilat je krenar për veten. Lexoje para gjumit për të forcuar vetbesimin dhe pozitivitetin. Virgjëresha. Rituali: pastroni dhe organizoni hapësirën tuaj personale. Ndiz një qiri me aromë të freskët dhe lejo që energjia të qetësohet dhe të pastrohet. Peshhoria. Rituali: bëj një shëtitje në natyrë, duke menduar për marrëdhëniet që dëshiron të përmirësosh. Merr frymë thellë dhe vizualizo harmoni dhe balancë në jetën tënde. Akrepi. Rituali: shkruaj në një ditar çfarë dëshiron të lësh pas dhe çfarë dëshiron të marrësh me vete në një fazë të re të jetës. Shkruaj ndjenjat dhe lejohu të çlirohesh. Shigjetari. Rituali: bëj një planifikim për një aventurë ose një aktivitet që të frymëzon. Ndis qirin ngjyrë portokalli dhe imagjino energjinë e lirisë dhe eksplorimit duke të mbushur. Britsjapi. Rituali: vendos një objekt që simbolizon qëllimet e tua afatgjata në vendin ku punon ose mëson. Secilën ditë merr një moment për t'i rikujtuar ato dhe për të rikonfirmuar përkushtimin. Ujori. Rituali: shkruaj një letër të hapur për vetveten, duke treguar çfarë dëshiron të realizosh dhe si do të arrish atë. Ruaj letrën dhe kthehu tek ajo kur të ndihesh e humbur. Peshqit. Rituali: bëj një moment meditimi të gjatë me muzikë relaksuese, duke i dhënë vetes kohë për të ndjerë dhe për të kuptuar emocionet. Vizualizo një dritë të butë që të mbush me qetësi. Dhe se fundi. Këshilla për të përfituar më shumë nga java. Komunikoni me qetësi dhe sinqeritet. Java ka energji që kërkon qartësi në marrëdhënie, sidomos në çift dhe familje. Flisni hapur dhe dëgjoni me vëmendje. Është momenti i mirë për të treguar kreativitetin dhe aftësitë tuaja. Nëse keni ide ose projekte, mos hezitoni t'i paraqisni. Hapi i parë është gjithmonë më i rëndësishmi. Të dashur miq, faleminderit që ishit me ne në këtë udhëtim drejt yjeve dhe vetes suaj. Kujtojini vetes të praktikoni këshillat dhe ritualet që ju përshtaten më shumë dhe mos harroni që fushia e vërtet është brenda jush. Nëse ju pëlqeu video, mos harroni të abonoheni, të lini një koment dhe ta ndani me miqtë tuaj. Ju uroj një javë të mbar, plot energji pozitive dhe suksese.